Më kujtohet, marrova diplomen edhe ditën tjetër herë kur po fillojmë punën. Domethënë deri atëherë mos del, mos puno, mos lviz, mos ndonjë fillo tash. Po i sekond se Me sa di unë, 80% e subconsciencës tonë vinë prej fëminisë, prej mangësive ose prej traumave që mund të kena pas. Ti këtë support që e femnave, a të vjen prej një mangësie që mund të kesh pas vetë? po, unë kam qenë e pasu për tu. Edhe kam qenë një vajzë që po thuj se ka qenë ndalume me baq çdo lloj gjaje. Unë kam ditë me shkruar me lexu që është 2 vjeç e gjys. Pëlqeshin shumë gjana, dosha me shkru, dosha me lexu libra, dosha me shku në diskotek, dosha me dalë me sonena, dosha me çdo gjë ka qenë jo. Bila më kujtohet kur kam dash me shku në punë të parë, puna e parë ka qenë një fabrik telash në Shkodër. I tham babës tu me fillu punën edhe më thot po shkove në punë do të zerr jashtë. S'ke nevojë ta me punu pse do me dalë për shtëpi. Problematikat kryesore fillojnë nga fëminia dhe tana këta të building up, të ndërtojnë ty si njeri dhe pastaj ti momentin që lirohesh pa e çik kështu. Dhe del në atë rrugën tënde, në atë rrugën që qoftë edhe veç shoqëria, mas që ti marrën shkollën, më kujtohet, marrova diplomen edhe ditën tjetër herë kur po fillojmë punën. Domethënë deri atëherë mos del, mos puno, mos lviz, mos ndonjë fillo tash. Po i sekond se